Alketa Agolli. Përparim Spahiu. Basir Çollaku. Ismail Uka. Dhe Gjemal Gjungshi. Tani, ju e dini që është momenti të vi këtu profesor doktor Sali Berisha. Të dashur dhe të nderuar Dibran edhe Dibran, të pranishëm në këtë sallë, qindra të tjerë jashtë kësaj salle dhe të gjithë banorëve fisnik të këtij qarku, Peshkopis, Bulqizës, Matit, përshëndetjet e mia më vllazërore, mirënjohjen time më të pakufishme, për këtë pritje të jashtëzakonshme, për këtë mesazh, triumfi dhe fitorie që ju përcjellni shqiptarëve dhe shqiptarëve në Shqipëri dhe kudo në botë. I dashur Zoti Xhelal Mziu, udhëheq politik I qarkut të Dibrës, të dashur kryetar të degëve të Partisë Demokratike, Peshkopis, Bulqizës dhe Matit, të dashur kandidat për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, për qarkun e Dibrës, bi dhe bia të shquar të këtij qarku, përfaqësues tuaj dijitoz, krenari e vërtet kombëtare për Dibrën, Bulqizën, Matin dhe mbar Shqipërinë. Ky entuziazëm, ky optimizëm I juaj dhe I mbar banorëve të këtij qarku është dëshmia më madhore e pranverës dibrane të demokracisë, e fitores së 11 majit. Sot ne mlidhemi
lidhemi ndërkohë që vëllezërit dhe motrat ton të krishterë, katolik dhe ortodoks, kudo që ndodhen, festojnë nesër ngjalljen e Krishtit, festojnë Pashkën. Le t'ju urojmë nga zemra gëzuar festen. Ngjallja është presa, është përjetësia e jetës, e vlerave, e njeriu. Të nderuar, të dashur miq, unë jam sot para jush për të paraqitur në emër të koalicionit për Shqipërinë madhështore, koalicionit më të madh që ka patur Shqipëria në 32 vite, koalicionit të 25 partive politike, programin ton, për të paraqitur projektin ton, për Dibrën madhështore, për Shqipërinë madhështore. Asgjë nuk kemi shpikur ne në projekt në Shqipërisë madhështore. Themelet e këtij projekti janë në shpirtin e madh të grave dhe burrave të Dibrës dhe të Shqipërisë. Themelet e këtij projekti janë në trashëgiminë e Dibrës dhe Shqipërisë. Themelet e këtij projekti janë në trashëgiminë e kësaj treve që i dha kombit, kryeherojnë e vetë, i dha kombit mbretin që ndërtoi shtetin e parë të shqiptarëve, i dha kombit qeverinë e parë të lidhjes Prizrenit, qeverinë e parë shqiptare, i dha kombit lavdin e pamposhtur të burrave dhe grave të tij, maleve dhe kodrave fushave të tij. Rrof Dibra, rrof Mati, Bulqiza, rrof Shqipëria. Unë kam derë të madh, që përfaqësoj sot 25 forca parti politike, dhe vi tek ju garantoj se vi tek ju me sensin e shërmëtorit tuaj, vi tek ju me bindje dhe vendosmërinë, me misionin për të bërë gjithçka që kjo situatë të përmbyset, që Shqipëria, që Dibra të shtrohet përsëri në vendin e ëndrrës shqiptare, të bijve dhe të bijave të saj, që Dibra, Shqipëria të bëhen të jetueshme
dhe të mos braktisen si tokat shkreta si kuna nuk janë nga fëmijët, bijat, burrat dhe gratë e tyre. Miqtë e mi, në këtë moshë, në këto vite, në vjeshtën time të mrekullueshme, nuk me duhet pushteti, nuk kam ambicie për para, as për luks, por kam një ambicie, por kam një qëllim, por kam një mision, të bëj gjithçka për të ndryshuar jetën tuaj. Për të përmbush me nder para jush, për të përmbush me faqet bardh para jush këtë mision, unë kam elate që tjertë e masulmojnë, kam një eksperiencë e cila më bën mua të mundur të mbaj çdo premtim timin, të realizojmë çdo premtim dhe u jap fjalën se ky program do të jetë realitet për ju. Po. Nga e nisim ne këtë program? Nga e nisim ne këtë program, këtë projekt? E nisim nga ata të cilët janë më në nevojë, nga ata të cilët jetojnë duke folë me vete për shkak të skamjes dhe mjerimit. E nisim pra për ta bërë këtë shoqëri më të drejtë, më njerëzore, më humane, më të barabartë. Ne kemi çdo potencial, por kemi dhe eksperiencën. Kemi dhe eksperiencën që ta bëjmë këtë me shpejtësi të madhe, ta bëjmë këtë brenda 100 ditëve. Ata që mund të pyesin, po ç'janë këto çuditëra?